Tërmetet janë lëkundje të papritura të korës së tokës, të shkaktuara nga çlirimi i energjisë në brendësi të saj. Ato shkaktohen kryesisht nga lëvizja e pllakave tektonike. Pasojat mund të jenë shkatëruese, nga dëmtimi i ndërtisave deri te ndryshimet në relief. Statistikat botërore tregojnë rritje të numrit të viktimave në dekadat e fundit, me ngjarje tragjike si ato në Sumatra, Haiti dhe Turqi. Mbrojtja fillon me edukimin sismik dhe ndërtimet rezistente. Parandalimi dhe gatishmëria shpëtojnë jetë në çdo sekondë. Shqipëria ndodhet në një zonë aktive sismike. Tërmetet më të rënda janë ai i vitit 1979 në Shkodër dhe ai i fundit në Durrës në 2019. Harta sismike tregon se zonat bregdetare dhe ato të thyrjeve tektonike si Lushnjë Elbasan janë më të rrezikuarat në vendin tonë. Tërmetet maten me magnitudë sipas shkallës Richter dhe intensitet sipas shkallës Mercalli. Sismografët dhe teknologjia moderne na ndihmojnë. Të kuptuarit e natyrës dhe teknologjisë na bën më të përgatitur për të përballuar sfidat e tokës në lëvizje. Më 26 nëntor 2019, Shqipëria u zgjua nga një makt që ndryshoi jetët tona përgjithmonë. Një tërmet 6-4 ballë goditi Durrësin e Fumanën, duke lënë pas rënoja dhe heshtje. 51 jetë u shuan në pak sekonda, ndërsa mijëra të tjerë mbetën pa çati mbi kokë. Heronjtë tanë dhe miqt nga bota luftuan me kohën për të shpëtuar çdo jetë. Por në mes të dhimbjes, ne pam forcën e kombit tonë. Solidariteti nuk njohu kufi. Sot, lagje të reja po ngrihen, por kujtimi i atyre që humbëm do të mbetet i skalitur. Kjo tragjedi na kujtoi se kur jemi të bashkuar, jemi të pathyeshëm. Shqipëria qëndron e fortë. Përjet në kujtim të vëllezërve tanë. Nuk do t'ju harrojmë kurrë.